Francesca Murati shpesh është komentuar për veshjet luksoze të saj, divors të mundshëm nga bashkëshorti, blerjen e apartamentit me çmim rreth 700.000 euro, e së fundmi edhe për një zjarr në këtë apartament luksos të saj. Por çfarë tha ajo pas lajmeve të shumta dhe komenteve që u bën për këtë, e zbulon më së miri materiali në vazhdim. Pas pamjeve që u përhapën në rrjetet sociale lidhur me një zjarr që shpërtheu në një nga apartamentet e kompleksit luksos ku banon Francesca Murati në Tiranë, ka reaguar vetë ajo përmes një postimi në Instagram. Francesca, e cila u bë e njohur për publikun pas pjesëmarrjes në Big Brother VIP Albania, falenderoi të gjithë ata që i kishin shkruar për të pyetur nëse ishte mirë. Ajo sqaroi gjithashtu se situata ishte në kontroll dhe asaj nuk i kishte ndodhur asgjë. Gjithçka është në rregull. Dua t'ju falenderoj nga zemra të gjithë ata që më shkruajtën për të parë nëse isha mirë. Mbështetja juaj më preku shumë. Thjesht, të gjithë duhet të jeni pak më të kujdesshëm dhe të mos hapni panik kot me video të tilla. Pikë së pari nuk ishte gati im, por gjithsesi, gjithçka u vu në kontroll për punë minutash fal administratës fantastike që kujdeset për ne dhe gjithçka është në rregull tani, shkroi Francesca. Për ndryshe, ajo që disa javë komentohet për blerjen e apartamentit me vlerë rreth 700.000 euro dhe thuhet se ajo dhe bashkëshorti i saj për disa kohësh po jetojnë të ndarë, por ende nuk ka një ndarje përfundimtare mes tyre në rrugë ligjore. Francesca u shpall Miss Londra 2023 vetëm 7 muaj pasi u bë nën për herë të parë. Ajo kishte konkuruar edhe si Miss Albania para disa viteve, por nuk ishte pranuar. Ajo ka theksuar se ka pasur një karrierë të suksesshme që prej moshës 18 vjeçare në Britani dhe ka punuar në disa nga kompanitë më të mëdha në fushën e financave. Francesca Murati, edhe pse si Miss Londra hyri në Big Brother, ajo komentua shumë për veshjet e saj nga markat më luksoze, gjë e cila, siç tha ajo, nuk i ka pëlqyer. Për shembull, një veshje thjesht me ngjyrë të zezë Francescës në një Prime pati kushtuar më shumë se 5.000 euro, duke vazhduar në secilin spektakël të shfaqej me veshje që kishin çmime marramendëse.